përfaqësoj lëvizje bashkë për qytetin e Kukësit dhe Kukësi ka dhe një histori shumë veçantë për mua pasi në vitet 2000 nominoj atëherë për çmimin Nobel të paqes, meqense kishte pritur mbi 450.000 kosovar të shqiptar të Kosovës që atë kohë i shpëtonin. Funcianët asë kohë hapën masivisht dyert e shtëpive për shqiptarë për temurinës, duke dhe një shembull të mirëpritjes, gojarisë dhe me gjitha humanitet që pati vendos Kukësin në qendër të mes botës asë kohë. Megjithatë, Kukësi nuk e vetoi çmimin Nobel të paqes, dhe sot është katëndisur në një nga qytetet më të varfra, në një nga qytetet më të braktisura, veçanërisht nga të rinj, dhe ku edhe ato pak që jetojnë akoma atje, janë në kërkrim apo në pritje të mundësisë parë drejt emigrimit, po nëse jo drejt emigrimit, të paktën për të migruar, për të lëvizur drejt vendeve më të mëdha të Shqipërisë, tipikisht drejt Tiranës apo Durrësit, jo shumë drejt tjerë që t'jemi të sinqertë, por ndoshta ka dhe në tjerë disa funksione. Arsyet e kësaj tendence janë ngjashme me atë të rrezet vogla të Shqipërisë, papunësia, rrogat e ulta, çmimet e papërballueshme të tesës, mungesa e perspektivës, mungesa e shpresës, mungesa e investimeve, qendja mirane e arsimit të shëndetësisë. Po të keni vizituar Kukësin para 2 dekadave të shkoni prapë sot, nuk do vini re pothuajse asnjë ndryshim. Normalisht edhe arsyet e kësaj gjendje tim dhe i kemi artikuluar vazhdimisht, edhe këto janë pak shumë të njëjta në gjithë vendin, keq qeverisja, keq menaxhimi, abuzimi, neglizhenca dhe me gjitha korrupsioni pa shembull i gjithë këtyre viteve. E megjithëse Kukësi zotëron pasuri të shumta natyrore, si minjerët e kromit për shembull, megjithëse pasuritë e mëdha ujore, si liçeni i Tjerëzës, apo si dy tekzimet e lumit Drin, Trinizit dhe Drinit Bardh përkatësisht, me gjithë potencialin e jashtëzakonshëm turistik, elektoral dhe bujqësor, ndoshta keni dëgjuar për patatën e famshme të Kukësit, apo për qeshia dhe egra, pornisat e egra, siç njihen më saktë. Me gjithë këto potenciale, Kukësi vazhdon të praktikojë nga banorët e vet, çka është për ta ardhur keq dhe çka nxjerr në pa nevojën urgjente të një ndryshimi rrethor të sistemit politik qendror po dhe atij lokal. Normalisht ne shpresojmë dhe po punojmë gjithë bashkë që ta sillim ne këtë ndryshim. E kemi thënë shpesh dhe po e bëjmë ndërkohë që të jemi në çdo rrugizë, në çdo lagje, në çdo treg, në çdo fshat, në çdo derë të popullit shqiptar për të paraqitur alternativën tonë qeverisëse dhe për programin e lëvizjes bashkë, një program që na ka nxjerrë gjithë të rinj apo të vjetër që